Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar. Sa i përket dhikrit, përmendjes së Allahut subhanahu wa taala, nuk ka dyshim se përmendja Allahut xhalla shanuhu, dhikri e ka vlerën shumë të madhe të Allahut subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'an: "Fadhkuruni yadhkurkum." Kur ju më përmendni mua, thot Allahu azza wa jall, unë ju përmendi juve. E sa i përket dhikrit, përmendjes së Allahut subhanahu wa taala në këtë ditë e veçanërisht, domethënë prej ditës së Arafatit, ditës së djeshme, e deri në ditën e hon, 4 ditë, është shumë mirë, është prej sunetit pejgamberit alayhi salam, çdo ditë që po jetojmë, duke filluar domethënë prej ditës së djeshme, domethënë mëngjesit, ditës së Arafatit, pastaj dreka, iqindia, akshomi, jacia, sot prej namazit të sabahut, xhumoja, iqindia, akshomi, jacia, nesërmën, pas nesërmën, deri të honën e iqindi, prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam është, të nderuar vëllezër, me qu tekbire, me dërgue tekbire pas çdo namazi. Pas çdo namazi. Në këto 4 ditë, për e madhru Allahun, me falendëru Allahun subhanahu wa taala për nimetet të cilat na i ka dhënë, për islamin, për imanin, me lartë madhru Allahun xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Është për sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, pas çdo namazit, pasi që japish selam, thu vete 3 herë astaghfirullah, 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 pastaj çon tekbir. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd, pastaj fillon me bë tesbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, edhe përfundon domethënë namazin ton. Kështu të vazhdon inshallah taala pas çdo namazit, duke madhru Allahun xhalla shanu wa jalla jalaluhu. Domethënë kjo është sa i përket dhikrit. Domethënë këto ditë sa i përket përmendjes së Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu thotë në Kur'an: "Përmendni Allahun në ditët e caktuar." Ditët e caktuar, ka thënë, është ditët e caktuara fillojnë prej ditës së Arafatit, prej ditës së djeshme deri në ditën e hon, inshallah taala, me bë tekbir, me qut tekbir, me madhnu Allahun subhanahu wa taala. Mos harroni domethënë këtë sunet pejgamberit sallam, me qenë vend të nderuar vëllezër që të marrim, domethënë ta marrim shpërblimin nga ona Allahut xhalla shan wa jalla jalaluhu. Pastaj tjetra është prej llojeve të dhikrit, përmendjes së Allahut azza wa jall, është kur ti e therr kurbanin tën. Thu bismillah, Allahu akbar. Ose dikush tjetër vend teje e therr kurbanin, thot bismillah, Allahu akbar, edhe kjo konsiderohet dhikr. Me madhnu Allahun subhanahu wa taala me kurbanin ton që pe afron Allahut xhalla shanu wa jalla jalalu, nuk ka dyshim të nderuar vëllezër se kurbani jot, edhe joni, nesër ka me dëshmu tek Allahu subhanahu wa taala. Brinjët e saj, thundrat e saj, lëkura ka me dëshmu që e ki therë këtë kurban për Allahun subhanahu wa taala, dhe pse historia e saj ka mbet qysh prej kohës së Ibrahimit alayhis salam. Thot Allahu xhalla shanu wa jalla jalalu: "Lan yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Te Allah nuk shkon mishi i kurbanit, as gjaku i kurbanit, por te Allahu azza wa jall shkon dëshmia jot, dëshmia jot që ti je besimtar. Edhe këtë kurban e ki afru vetëm për Allahun xhalla shanu wa jalla jalalu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazi im, jeta ime, vdekja ime, kurbani jam, janë kret për Allahun xhalla shanu wa jalla jalaluhu. Të nderuar vëllezër, therja e kurbanit, kafshës, fillon domethënë pas faljes së kurban Bajramit. Lusim Allahun subhanahu wa taala ata të cilët vetëm i kanë therr kurbanet e tyre, Allahu t'ja u pranoj, ndërsa ata të cilët ende nuk i kanë therr, kanë kohë
që mi therë edhe ditën e nesërme, shtunën, dilën, derit, honën, në namazin e qindis duhet përfundohet. Edhe kjo është dhikër, me falendëru Allahun që ta ka mundësu këtë kurban, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam të ndëruar vëllezër i ka therë 2 kurbana, një e ka therë për vete dhe për familjen e vet, kurse kurbanin tjetër e ka therë për ata musliman të cilët nuk i kanë mundësit me prej kurbane. Ata të cilët prej kohës, domethënë ata të cilët për muslimanëve në këtë zaman, këtë kohë të cilët s'kan pas mundësi me therë kurban, le ta dinë që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka therë kurban për ta. Kurse ata të cilët i kanë pas mundësit, kanë therë kurbanin e tyre, por ata të cilët për muslimanëve s'kan pas mundësi me therë kurban, si kanë kushtet, le ta dinë që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka therë kurbanin për ta. Një për vete, edhe një e ka therë për ata muslimanët të cilët, domethënë nuk i kanë mundësit. Domethënë, këto janë ato rregullat e therjes së kurbanit. Pastaj të nderuar vëllezër, gjithashtu në këtë ditë familjar takohen apo janë vizitat, edhe ka haje të ndryshme, ushqime të ndryshme që përgatiten prej nonave tona, prej nuseve tona në vizita, edhe ka darka dhe drekat mira, e këto darkat edhe drekat mira janë nimete prej nimeteve të Allahut subhanahu wa taala, mos ta harrojmë me e falendëru Allahun, me bë dhikra Allahun subhanahu wa taala. Mos ta harrojmë që kur të fillojmë, mos të harrojmë që kur të fillojmë me ngrën, me thon bismillah, edhe kur e krym domethën kashorën e fundit, çomi pi sofrës me thon elhamdulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër ka thon la yarda anil abdi inna Allah la yarda anil abdi an ya'kula aklatan fayahmidu alaiha fayashrabu shurbatan fayahmidu alaiha. Allahu s'është razi me robën e vet nëse han e pin nuk e përmend Allahun subhanahu wa taala. Allahu është razi me robën e vet atëre kur e kujton Allahun në fillim ngrënjes, edhe kujton Allahun edhe në fund ngrënjes, kur e përfundon ushqimin, thot elhamdulillah, falënderimi takon Allahut azza wa jall, se sa njerëz ka që nuk kanë mundësi me hungur ushqim, marrin infuzione me vite, e ty Allahu ta ka mundësu, 1 kashore, 2 kashore me qitë mbarkun tonë edhe me të bo mirë, e me falenduru Allahun që e nimet që e ki ti, e familja jot, është nimeti Allahu që ta ka dhënë ty. Alhamdulillah, duhet mos me haru me përmend Allahun edhe në fillim, edhe në mbarim, e veçanërisht në këtë ditë që ka ushqime të ndryshme, me thonë bismillah, edhe me thonë elhamdulillah, edhe me hongër me dorën e djathtë, e jo me dorën e majt. Min anwa'i dhikr fi hadhihi al-ayam dhikru al-mutlaq la muqayyad bi zaman wala makan fi jami' al-awqat. Gjithashtu të nderuar vëllezër, prej llojeve të përmendjes Zotit, veçanërisht në këtë ditë, përmende Allahun sa ke mundsi. Përmende Zotin sa ke mundsi. Thuj elhamdulillah, thuj Allahu akbar, thuj subhanallah, ka cilësh përmende Allahun xhalla shanu wa xhalla jalalu, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famnart, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, në të vërtetë se me përmendjen e Allahut azza wa jall qetësohen zemrat. Sa kemi nevojë na të i qetësojmë zemrat tona me leximin e Kur'anit. Sa kemi nevojë na të i qetësojmë zemrat tona me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Sa stresi e sa probleme, sa telashe sot njerëzit preokupohen, ballafaqon, e neve sa kemi nevojë me përmend Allahun subhanahu wa taala, me bë dhikr Allahun xhalla xhelalu, dhikrin e sabahit, dhikrin e akşamit, dhikrin para fjetjes, dhikrin kur çomi prej xhumit, dhikrin e abdesit, ka edhkare, ka lloj përmendje që na mundemi vazhdimisht 24 orë me qenë me Allahun subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yadhkurullah, alladhi yadhkurullah walladhi la yadhkurullah kamathali al-hayy wal-mayyit. Ka thënë pejgamberi alaihi wasallam, ai i cili përmend Allahun, bën dhikr Allahun, edhe ai i cili nuk e përmend Zotin hiç, ka thënë është njëjtë sikur njëri i gjallë me njërin e vdekur. Njëri i gjallë ka lëvizje, hec, punon, e njëri vdekun, apritet diçka pitina. Kështu është edhe ai i cili përmend Zotin, është sikur njëri i gjallë. Ai që se përmend hiç Allahun subhanahu wa taala, veç atëherë kur është në zor, është njëri i vdekun. E të ringjallim zemrat tona, veçanërisht në këto ditë, sepse sevapi është shumë më i madh me madhru Allahun subhanahu wa taala, sepse është, domethënë, është ditë apo jo ditët e haxhit të nderuar vëllezër
të nderuar vëllezër xhamatllin. Transmetohet prej, me këtë për e përfundoj, transmetohet prej Omerit radiallahu anhu, të nderuar vëllezër, veçanërisht në këto ditë e ngrit ke zonin e tij me tekbire. Saqë zëri i tij arrinte deri tek xhamia që është Mina, tek vendi, tek stacioni i haxhilerëve. Edhe kur e ndëgjoshin njerëzit Omer ibn Khattabin që çonte tekbir Allahu Akbar, Allahu Akbar në këto ditë madhërimi, çka thonin ata? Wa kana yaquluna kabbara Umar. Wa kana yaquluna kabbara Umar, fakabbiru. Kur e ndëgjonin zonin e Omerit radiallahu anhu, thoshin njerëzit, dëgjoni se Omeri radiallahu anhu është të quhet tekbire, edhe ju dërgoni tekbire madhnoni Allahun xhalla shanu wa jalla jalaluhu. Nëse ma boni halal se ju murakohen, duke pas parasysh edhe duke ditë se sot është edhe dita e Kurban Bajramit, dita e parë, edhe ditë që keni vizita, ndoshta ju vinë edhe musafir apo keni me shku musafir, nëse ma lejoni edhe këtë hadith pejgamberit alayhis salam pe përfundoj të nderuar vëllezër, sepse ka lidhje me temën inshallah taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa yawm an-nahr bayna al-jamarat fi al-hajjah allati hajja, فقال صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال صلى الله عليه وسلم هذا يوم الحج الأكبر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Transmetohet të nderuar vëllezër nga i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam, çto 3 ditët, domethënë pas ditës së Kurban Bajramit, në vendin e stacionimit të haxhilerëve në Mina, pejgamberi alayhi salatu wasalam në ato vende ku gjun ato guralecat, hyp me një shkëmb Resulullahu, me një guri, edhe ju drejtohet haxhilerëve, ju drejtohet muslimanëve, ka qenë haxhi i fundit Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe në ato vende ju drejtohet muslimanëve dhe ju thot, cila ditë është sot? Çfarë ditë është sot? Pejgamberi ka ditë, po pyet, çfarë ditë është sot? Than ja Rasulullah, sot është dita e parë e Kurban Bajramit. Sot është dita e parë e Kurban Bajramit. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam, hadha yawmul hajjil akbar, tha sot është dita e madhe e haxhit. Sot është dita e madhe e haxhit. Pse ka thënë pejgamberi alayhis salam këtë thënie? Sot është dita e haxhit, sot është dita e madhe e haxhit e Kurban Bajramit, sepse mrena këtyne 4 ditëve, duke filluar prej ditës së Arafatit deri në përfundim, domethënë ditës së Kurban Bajramit, sepse festa e Kurban Bajramit i ka 4 ditë të nderuar vëllezër, ndërsa festa e Fitr Bajramit është 1 ditë. Pse tha pejgamberi alayhis salam, apo i pyeti çfarë ditë është sot? Thanë ja Rasulullah, është dita e Kurban Bajramit. Pastaj tha Rasulullahu, hadha yawmul hajjil akbar, tha sot është dita më e madhe e haxhit. Pse ka thënë? Pse është përgjigj kështu? Sot është dita më e madhe e haxhit, sepse të nderuar vëllezër mbrenda këtyre ditëve të mëdha janë të përmbledhur mbrenda këtyre ditëve shumë ibadete. Janë të përmbledhur mbrenda këtyre ditëve shumë ibadete, saqë nuk janë të përmbledhura ibadete në muaj të tjerë, as muaj në Ramazanit. Përveç këtyre 4 ditëve që neve Allahu na ka dhënë ymër për me jetu, Allahu na dha shumë jetë me prezantua shumë bajrame e me adhuru Allahun subhanahu wa taala, sepse të nderuar vëllezër, brenda këtyre 4 ditëve ka qenë dita e Arafatit. S'ka diskutim që është vlerë shumë e madhe. Pastaj therrja e kurbanit. Pastaj tavafi i haxhit. Pastaj Arafati që qëndrojnë haxhilerët në Arafat. Pastaj Muzdelife, fjetja në Muzdelife. Pastaj gjujtja e guralecave. Pastaj gjithashtu edhe është domethënë Safa edhe Merwa, që haxhilerët domethënë e bëjnë Safën edhe Merwa, ato 2 kodra domethënë që përfundojnë haxhin e tyre. Domethënë këto janë ditë të mëdha të nderuar vëllezër, për këtë arsye besimtarët, muslimanët duhet t'i kushtojnë rëndësi këtyre ditëve, sepse nuk është bajram i vogël, por është bajram i madh të nderuar vëllezër xhamatllin, kështu që këshilloj veten edhe juve, kemi kujdes mos të bëjmë mëkate në gjunahe. Kemi kujdes që mos të bëjmë mëkate në gjunahe në këto ditë. Edhe ditë tjera, po veçanërisht në këto ditë, sepse bërja mëkateve në këto ditë, shkelja dispozitave të Allahut në këto ditë e ka pasojnë më të madhe se sa
pasojë e ditëve tjera që bën gjunahet. E të kemi kujdes të nderuar vëllezër që ta respektojmë njëri tjetrin, t'i lejmë inatet anash, ta duam njëri tjetrin, t'ja them komën shejtanit, të folim me ato që nuk kemi duke fol, ta shtrim dorën e pajtimit, solidaritetit, vllaznillokut, e të na pranoj Allahu subhanahu wa taala në fund edhe kurbanin ya rabbel alamin. Elusim Allahun subhanahu wa taala të vdekurit tan Allahu të i shëroj. Të smorit tan Allahu të mëshirojnë. Këtë ditë të madhe ya rabbel alamin shëroj të smorit tan. Nëse kemi ndonjë të smorën në xhami shëroj ya rabbel alamin. Të smorit tan për muslimanëve shëroj ya rabbel alamin. Të vdekurit tan për muslimanëve mëshiroj ya rabbel alamin. O Allahu ynë o Zoti ynë, jepna imanin, dashurinë ndaj teje dhe dashurinë ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam. Zbritet dashurinë mesin e muslimanëve. Ya Allah falna mëkatet edhe gjunahet. Kurbanin pranona ya rabbel alamin dhe pranoje për muslimanëve. O Allahu ynë, vetëm ty të lutemi dhe vetëm për te falje dhe ndihmë kërkojmë. O Allahu ynë, ndihmoj muslimanët anë ban ku kanë probleme dhe telashe. Ndihmoj muslimanëve anë ban ku kanë probleme dhe telashe. Ya rabbel alamin. Përqendrona, forcona. Ja Allah, përqendrona, forcona, rinin ton udhëzoje, të reja tona udhëzoje, fëmit tanë rritin frymen islami, ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shaniyaka huwa al-abtar. Aqulu ma tasma'un, wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah, yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la